Atëre, kjo ishte një strategji e ndjekur nga Ana Berishës, pikërisht për të shmangur përgjegjësinë e zgjedhjeve dhe humbjen. Unë e kam thënë dhe risem, Sali Berisha po mjaftohet duke shkatruar Partinë Demokratike dhe duke e çuar atë drejt fundit. Kjo ndodhi që kur u shpall non grata, duke përdorur ndërgjegjen kombëtare dhe duke premtuar që do ngrinte partinë dhe do reformonte Partinë Demokratike. Por nuk ka patriotizëm më patetik, më qesharak se sa të përdorësh ngjyrën e flamurit partisë tënde për të mbrojtur veten nga halli jot personal. I fort në politikë sot nuk do të thotë bërtasësh, por do të thotë të bindësh. Sot Sali Berisha nuk po bind do të vetët. Është fiksja i prindi i cili nuk lejon që fëmia e tij të rritet. Sali Berisha sot është shembulli i një tranzicioni që nuk ka fund. Sali Berisha është shembulli i një personi që demokracia nuk e pranon, që një leadership të mos pranoj rotacionin brenda partisë tij, por ai e ka kthyer sot të gjithë këtë pushtet në një muze personal dhe familjar sokol. Sot Sali Berisha nuk ka kartë morale ndaj Ramës, pasi ai është i akuzuar për korrupsion. Sot Sali Berishës nuk i shërbejnë më asnjë protestë ndaj Ramës, sepse çdo protestë e drejtuar nga Sali Berisha është arsyeja pse Rama bëhet edhe më stabil në pushtetin e tij. Sot Partia Demokratike ka nevojë për ndryshim, ka nevojë për një klasë të re politike, ka nevojë të japi fund tranzicionit pafund që e ka futur Berisha, duke i dhënë shpresë rinis, por mbi të gjitha dhe duke hequr dorë nga stalinizmi i cili është instaluar thellë tek leadershipi dhe të pavotuarit e popullit që janë rrogtarët personal Sali Berishës. Tu referohem 40 deputetëve të cilët nuk janë të emëruarit e popullit. Partia Demokratike sot nuk i shërben më demokratëve. Partia Demokratike i shërben klanit familjar të Sali Berishës. Dhe Sali Berisha nuk do mbante përgjegjësi sërish për zgjedhjet. Prandaj e shpiku edhe këtë terminet pavarurve. Sali Berisha ka diçka sokol. Nga mëngjesi deri në darkë gjojmë liderin e opozitës që shan qeverinë, shan gjatë gjithë kohës pushtetin për lidhjet me krimin e organizuar. Unë i ngrej një pyetje, populli, demokratëve, gjithë ata që janë duke na ndjekur, nuk do mjaftonte që gjithë këto akuzat që janë provuar dhe gjithë këto skandale që ka pasur qeveria Rama ta bënin fitus absolut Sali Berishën këto 5 bashki? Po, duke ndetur në shtëpi, bile. Duke ndetur në shtëpi, pasi ai thot është qeveria krimit.